Kushte të paqëndrueshme atmosferike, njihuni me parashikimin e motit për ditën e sotme, 18 gusht 2026. Këtë të martë, vendi ynë do të ndikohet nga kushte relativisht atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, por nuk do të mungojnë kthjellimet në pjesën e parë të ditës. Vranësirat prej orëve të mesditës deri ato të pasdites vonë do të shoqërohen me rreshje shiu të erëpasershme me intensitet të ulët në të gjithë territorin. Në zonën e veriut, rreshjet në periudha fatshkurtra në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe në mënyrë të izoluar breshër. Era do të fryjë me drejtim veri-perëndim, jug-perëndim, me shpejtësi mesatare 7 metër në sekond. Valëzimi në dete do të jetë i forcës 1 deri 2 ball.